kam tani në lidhje të drejt për drejt analistin Genc Burimi për të folur dhe diskutuar zhvillimet e shumta që vijnë kryesisht nga SPAK-u, nga ky institucion, po ashtu edhe ajo se çfarë pritet të ndodhë ditën e nesërme me gjykatën kushtetuese edhe pjesëmarrjen e zotit Veliaj me kërkesë të tij atje. Përshëndetje me zotin Burimi, faleminderit për kohën. Mirë se vjen. Ju mirë se vjen. Shumë zhvillime ka nesër, ne sigurisht do t'i paraprim këtyre zhvillimeve për të bërë një analizë, po pse jo edhe për të ndoshta për ta mencuar se çfarë mund të ndodhë nesër, ndoshta mund të ketë papritura. Kam fjalën këtu për zonjën Balluku, e cila nuk ju përgjigj thirrjes së parë nga ana e SPAK-ut për të paraqitur në këtë institucion, po duket se ka marrë një tjetër fletëthirrje dhe nesër do të duhet të paraqitet në SPAK. Po përpara se të shkojmë te zonja Balluku, besoj ju e keni ndjekur informacionin më të fundit, ne kemi transmetuar nëpërmjet fleshit ton informativ, bëhet fjalë për zotin Basha, i cili pak minuta më herët ka qenë në SPAK, vijon tjetende edhe në këto momente që flasim, sepse ka materiale audio të dërguara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për 21 janari. Zoti Basha nuk ka thënë dhe nuk është prononcuar për mediat në momentin që është futur në SPAK. Në këto momente që flasim ndodhet atje, çfarë pritshmërish ke në lidhje me këtë vizitë ta quajmë të zotit Basha në SPAK? Nuk e besoj fare që është lidhur me amerikanët. Është lidhur thjesht me faktin e presionit nga politika shqiptare, pra nga majoranca, pas lajmit para disa muajsh, që familja e një prej viktimave u ankua deri në Strasburg dhe Strasburgu nxori atë vendim, pra gjykata e drejtë në Strasburg, dhe vendimin që asaj kohe, pra ngjarja 2011 nuk ishte gjykuar siç duhesh nga organet shqiptare. Kjo është. Për herë të parë, kjo është një ngjarje e para deri më tani ku nuk ka një personazh të njohur ose të lartë politik i cili të mbajë përgjegjësi për këtë ngjarje të rëndë, sepse kanë humbur jetën 4 persona, kujtojmë në ato vite. Dakor, po për të gjithë do të themi që është bërë një proces, pra ka patë përgjegjësi në perëndim. 2 persona të dënuar deri tani. Ka dallim. Pra, është bërë një tani, është e mjaftueshme apo jo, pikërisht këtë thot Haga, Strasburgu, që duhet vazhduar hetimi, po që nuk është se s'ka patur në Shqipëri për këtë çështje hetim, gjykim dhe dënim, sikudo në perëndim. Kush nga këta pushtetarët e lartë asaj kohe kanë dhënë urdhër që ata 4 qytetarë të vriten në bulevard, kështu që edhe këta duhet të japin sot llogari për ato se çfarë ka ndodhur në 21 janar. Kolege dashur, jemi gazetar dhe jemi politikan, dhe kështu që politikanët bëjnë shumë populizëm edhe për neve, që nuk është nevojë të shkojmë dhe neve të bëjmë bashkë me ta populizëm. Ne jemi gazetarë, duhet të informojmë. Edhe një herë. Këtë çështje e vendos drejtësia. Dakor. Por, mund të themi sot që nuk ka patur në Shqipëri proces. Mirë, dakor, e vendos drejtësia, edhe për zonjën Balluku drejtësia do vendos, edhe për zotin Veliaj drejtësia do vendos. Ne jemi këtu për të bërë një analizë se çfarë realisht duhet të ndodhte ose që s'ka ndodhur në gjithë këto vite, se dikush ka një përgjegjësi. Ka dallim të madh midis rastit Veliaj dhe Balluku dhe me rastin Basha apo me rastin Qenarit. Dallimi i cili është se Veliaj dhe Balluku janë gjykuar asnjëherë. 21 janari, pra dhe një të kuptojnë shqiptarët nga ana faktuale, pastaj mbrapa politike, por nga ana faktuale, nga ana teknike e dosjes. Kjo që po ndodh me 21 janarin është një proces që quhet një proces në revizion. Pra, vendimi i parë që është dhënë nuk i ka pëlqyer familjeve. Është eksakt si për shembull sot keni edhe një tjetër lajm, pra ai që shkeli atë të riun kamarierin e shkret, ai që ecë me 200 orë, në rregull apo jo, dhe familja thot që duhet të gjykohet mbi dëshërligji që të gjykohet mbi bazë të një krimi me paramendim. Po këtu zoti Burimi, se u zgjatën pak si shumë, po është po flasim jo. Për ne po them dalloj krim, nuk ka në jurisdiksion krim shtetëror apo krim civil. Ka krim. Dhe rast një scenarit është rast i gjykuar, ky rast po vjen për gjykim, pra kujdesni me termat, nuk është se për herë parë, është gjykuar një herë, pra ka patur 2 vite. Vlen të rigjykohet ky rast? Po sigurisht, nëse ka një ankimim,
duhet të rigjikohet. Patjetër, familja sot është e frustruar. Familja mendon se ata që shkuan dhe u dënuar në një Vitburg, pra kryetari i gardës dhe një gardist, nuk është e mjaftueshme se pas tyre shihen ata që kanë dhënë urdhër të vërtet të familja e pretendon dhe ka shumë të drejtë. Tani duhet procesit në revizion ta votoj të gjë, në qoftë se ata që janë dënuar e kanë marrë përsipër që kemi neve që kemi vepruar, si dhe bësh. Se kjo është. Do ke një person sot që e ka marrë përsipër krimin. Çfarë beson se mund të ndodhë me këtë çështje, zoti Burimi? Si ke pritshmëritë në lidhje me këtë? Dhe një herë për mua kjo çështje sot dhe një herë është në vazhdën e një presioni politik të majorancës që i thot Spakut. Spaku s'ka dashur ta bëjë të gjë. Spaku ka menduar që prokuroria e Tiranës e përgjithshme e ka gjykuar këtë dosje, e ka hetuar, është gjykuar. Për Spakun kjo dosje është vërtet diçka që nuk e do Spaku. Jo vetëm për Spaku, por çdo gjyqtar në botë është e vështirë nga ana si thua deontologjike që hysh një proces në revizion. Është e vështirë një proces në revizion, një proces që është mbyllur, që është gjetur arma e krimit, personi i krimit, është gjykuar, është dënuar, është shumë e vështirë, besoni mua. Flas me shumë bindje se në Francë, që edhe atëre Spaku këtë proces nuk e donte. U ju një presion i madh nga majoranca që thot Spakut, pse ti sot heton vetëm krahun ton, dhe jo krahun përballë, dhe sigurisht që synimi është tek Sali Berisha si asaj kohe që ishte kryeministri në detyrë. Prandaj sot Spaku bëj gjatë në radhë, po merr në pyetje zotin Basha, por për individin do të shumë e vështirë që të shkojë deri te Berisha vetëm nëse ata që janë dënuar sot rikthehen prapë dhe thonë jemi ne, është si puna e Azamajdanit. Është kjo një ngjarje që shpërqendron disi vëmendjen zoti Burimi nga gjitha zhvillimet e tjera që i përkasin majorancës? Sa po thash, pash një presion i majorancës dhe një herë që thotë që duhet të ekuilibruar, Spaku duhet të ekuilibrojë, jo vetëm në krahun tonë dhe në krahun përballë. Është një lojë shumë politike, prandaj ta lëm drejtin të veprojë, nuk është diçka e lehtë, asnjë një proces në revizion nuk është diçka e lehtë. Për më tepër që dhe në Perëndim ke rrallë, në Perëndim do të them që është diçka bajate. Po, vrasje ndodhin shpesh. Në SBA është vendi tipik perëndimor ku policia vret. Nuk ka parë kur person në SBA politikan dalin gjyq. Kur ka dënime policie në Francë pa po kur një ministër, kur një është tek neve nuk mendohet, nuk ndodh një gjë e tillë. Sepse gjithmonë pikërisht ta fshihen për pas pikave të dyta, pas tyre funksionarëve të policisë, së ushtrisë, që këta shërben si thuar si spaghetti në ship, si rrëpritse. Ka janë përpritje të vejlit. Kështu ndodhet Perëndim. Dhe kam atë si thua dëshpërimin të them që familja nuk do gjej drejtësi. Për të asaj që është bërë. Okej, do ta shohim, nuk mund të flasim për këtë gjë, është herët, ndoshta zoti Basha sot është paraqitur në SPAK, do të shohim se çfarë do ndodh me punën e këtij institucioni. Po, flasim pak për